Qyteti i Sydney u shndrua edhe një herë në një spektakël mahnitës drite, arti dhe ngjyrash me nisjen e festivalit të famshëm Vivid Sydney. Pavarësisht shiut të rrëmbyeshëm që përfshiu qytetin në natën e hapjes, mijëra vizitorë dolën në rrugë për të përjetuar magjinë e një prej festivaleve më të mëdha të dritave në botë. Ndërtesat ikonike të Sydney u mbuluan nga projeksione shumë ngjyrshe dhe instalacione artistike që krijuan një atmosferë unike dhe emocionuese. Në qendër të festivalit ishte padyshim Opera e Sydney, simboli më i njohur i qytetit dhe një nga ndërtesat më të famshme në botë. Velat ikonike të operës u transformuan në një kanavac gjigante ndriçimi, ku ngjyrat dhe figurat lëvizëse krijuan një pamje spektakolare mbi portin e Sydney. Edhe pse rreshtet e shiut vazhdonin gjatë gjithë mbrëmjes, dritat e festivalit nuk humbën asgjë nga shkëlqimi i tyre, duke krijuar reflektime magjike në rrugët dhe ujërat e qytetit. Vepra artistike që u projektuar mbi operën në Sydney këtë vit quhej Opera Mundi dhe u krijua nga artisti francez multimedial Jan Guema. Ai u frymëzua nga bota natyrore dhe krijoi një univers vizual ku peshqit, meduzat e detit, zorgj dhe elementë të tjerë të natyrës lëviznin në mënyrë harmonike mbi velat e bardha të operës. Projekti kombinonte teknologjinë moderne me elementët organik të natyrës, duke krijuar një përvojë artistike që la pa fjalë publikun. Nguema njihet për përdorimin inovativ të dritës, videove dhe efekteve vizuale në artin e tij. Me Opera Mundi, ai synoi të tregonte lidhjen mes natyrës, energjisë dhe imagjinatës njerëzore. Çdo lëvizje dhe ngjyrë në projeksion duke sikur i jepte jetë vetë ndërtesës së operës, duke e kthyer atë në një organizëm të gjallë artistik. Jo shumë larg operës, edhe Muzeu i Artit Kontemporan u bë pjesë e spektaklit të madh të dritave. Artistja samoane australiane Angela Tiatia prezantoi veprën e saj të quajtur Viola. Projekti përfshinte motive të ujit, zjarrit dhe luleve që mbulonin fasadën e muzeut me ngjyra të ndezura dhe lëvizje të vazhdueshme. Vepra e saj kishte një mesazh të fortë kulturor dhe emocional. Ajo ndërthurte elemente tradicionale të kulturës së paqësorit me artin modern digital, duke krijuar një lidhje mes natyrës dhe identitetit kulturor. Uji simbolizonte jetën dhe qetësinë, zjarri energjinë dhe transformimin, ndërsa lulet përfaqësonin bukurinë dhe rilindjen. Për shumë vizitorë, Viola ishte një nga instalacionet më prekse dhe më poetike të natës së hapjes. Pak më tej në qytet, ndërtesa historike e Custom House u transformua gjithashtu nga dritat shumë ngjyrshe. Artisti spanjoll Javier Riera prezantoi veprën e tij The Fringe of Infinity, ku modele gjeometrike dhe forma abstrakte mbulonin fasadën e ndërtesës historike. Linjat dhe figurat krijonin iluzione optike që dukeshin sikur lëviznin në harmoni me arkitekturën e ndërtesës. Punimet e Rieras njihen për kombinimin e matematikës, natyrës dhe hapësirës urbane. Në Sydney ai solli një instalacion që ftonte publikun të mendonte për pafundësinë dhe lidhjen mes njerëzimit dhe universit. Dritat dhe format abstrakte krijonin një atmosferë futuriste, duke i dhënë qytetit një pamje krejtësisht ndryshe nga ajo e zakonshmja. Festivali i Vivid Sydney nuk është vetëm një festival dritash. Ai është një kombinim i artit, muzikës, teknologjisë dhe kulturës që çdo vit tërheq miliona vizitorë nga gjithë bota. Për 23 ditë me radhë, qyteti kthehet në një galeri gjigante në ajër të hapur, ku artistë vendas dhe ndërkombëtar prezantojnë krijimet e tyre më inovative. Ngjarja përfshin jo vetëm projeksione mbi ndërtesa, por edhe koncerte muzikore, ekspozita arti, diskutime kreative dhe aktivitete kulturore. Restorantet, kafenet dhe bizneset lokale përfitojnë gjithashtu nga fluksi i madh i turistëve që vizitojnë Sydney gjatë festivalit. Për ekonominë dhe turizmin e qytetit, Vivid është një nga aktivitetet më të rëndësishme të vitit. Një nga arsyet pse festivali është bërë kaq i famshëm është mënyra se si ai transformon hapësirat publike. Rrugët, urat, parqet dhe ndërtesat historike marrin jetë përmes teknologjisë së ndriçimit dhe artit digjital. Vizitorët mund të ecin për kilometra të tëra përgjatë portit të Sydney dhe të zbulojnë instalacione të reja në çdo cep të qytetit. Pavarësisht motit të keq gjatë natës së hapjes, atmosfera mbeti elektrizuese. Çadrat shumë ngjyrshe, reflektimet e dritave mbi asfaltin e lagur dhe muzika që dëgjohej në sfond krijuan një skenë pothuajse kinematografike. Shumë vizitorë thanë se shiu madje e bëri përvojën edhe më magjike sepse ngjyrat dukeshin më intensive dhe qyteti fitonte një shkëlqim të veçantë. Vivid Sydney mbetet një festë e imagjinatës dhe kreativitetit njerëzor. Ai tregon se si arti dhe teknologjia mund të bashkohen për të krijuar emocione të forta dhe për ta transformuar një qytet të tërë në një botë magjike drite. Për banorët dhe turistët, festivali është më shumë se një ngjarje kulturore, është një përvojë që mbetet gjatë në kujtesë.